vetëm për të shkaktuar në protestë. Sepse duke ju shikuar atje, më rëngjitse mishi, ju erdhi fundi, ju erdhi fundi, ju erdhi fundi, ju erdhi fundi. Dhe sot dua të flas në emrin e grave shqiptare, në emrin e nënave, se jam një nënë që kam 2 fëmijë, dhe vërtet dhe unë nuk më mungon asgjë se kam 30 vjeç që jetoj në Greqi. Por jam bi shqiptare dhe ndjenjat e mia, rrënjtë e mia, paraardhësit e mi janë rritur këtu dhe unë dua të kthehem këtu. Për një jetë më të mirë, për një jetë që mund ta krijojmë të gjithë së bashku. Kjo protestë nuk është këtu vetëm për Edi Ramën. Kjo protestë është duke i thënë ne të gjithë shqiptarët. Dhe jam shumë e lumtur që shikoj meshkujt, burrat që na quanin agresiv jashtë shtetit. Që burrat shqiptar për herë të parë dhe gratë të gjithë me fëmijët arritën një gjë që nuk i ka arritur asnjë njeri. Kanë gjithë këto ditë këtu të palodhur dhe në paqe. Kjo është arritja më e madhe. Dhe këtë duhet ta mësojë Edi Rama. Dhe të gjithë së bashku duam të thoni Edi Ramës në 2026 janë njerëzit këtu nga zëmërimi që ka filluar shumë vite më parë dhe boll në mjerim, boll të udhëheqi me zor. Është sikur ajo që e zgjodha dikën dhe dua të qëndroj me zor. Kur populli po del dhe nuk të do më, si mund të mbash atë karriken me zor? Si mund të mbash atë si të zej gjumë në ky popull? Si e do popullin të jetë në frikë, të jetë në eshtje, siç ka qenë populli Edi Rama dhe të gjithë së bashku tregon që nuk të do më dhe nuk do qëndroj me gojë mbyllur, u zgjua dhe ju bëtë veprimin më të madh, morët guximin që e ka Shqipëria dhe shqiptarët, sepse Shqipëria ishte në errësirë dhe ka vuajtur dhe ka bërë shumë sakrifica. Por erdhi dita që Shqipëria të thotë që ne mundemi diçka më shumë dhe nga Shqipëria ta dini fillovi këtu dhe ta dini që Shqipëria do nxjerrë dritën në të gjithë botën. Shqipëria është kërthisa. Bravo, Merita! Tër botës. E tër Ballkanit. Kam shumë gjëra për të thënë, por kam dhe radhë të tjera. Jam shumë e lumtur që arrita të vi këtu dhe të jem para jush dhe ju them me bravo të madhe derisa të ikë se do ri vetëm të qëndroj këtu. Rama Buk! Rama Buk dhe Istanbul. Rama, munde të ikësh vetë, s'është nevoja të qëndrosh më në një popull që nuk të do më. Populli kërkon liri dhe të jetë i lirë. Bravo!